Ndryshim. Nuk ka procedurë për kalendarin. Çfarë procedurë për kalendarin? Ka vetëm një diskutim pro dhe një diskutim kundër. Hedhim në votim projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 2 mars 20 mars 2026. Votimi do të jetë i hapur me karton. Kush është pro? Ju lutem numëroni. Dhe 6 pro, kundër 12 kundër, abstenim? S'ka abstenim. Projekt programi dhe kalendari punimeve të kuvendit për periudhën 2 mars 20 mars 2026 miratohet. Ju njoftoj se me shkresën numër 746 datë 18/2/2026 kryetarit grupit parlamentar Partisë Socialiste kanë kërkuar pjesëmarrje në grupet e miqësisë si mposhtë. Deputeti zoti Bujar Rexha do të jetë antar në grupin e miqësisë Shqipëri-Japoni. Deputeti zoti Arbian Mazniku do të jetë antar në grupin e miqësisë Shqipëri-Francë. Para se të vijmë në endën e ditës, zoti Bardi ka kërkuar fjalën për procedurë. Pardon. Zoti kryetar, të flas për ndarje pushtetesh, njeriu që është kapur në përgjime të prokurorisë së posaçme, tek ndërhyn tek prokurori i Spakut dhe drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit për të liruar pronat e sekuestruara të babait Suel Çelës, ky është fundi i botës. Dhe këtë e ka bërë parafolsi që ishte këtu në këtë foltore. Është në përgjimet e prokurorisë së posaçme, si njeri që ndërhyn tek prokurori i Spakut dhe merr përsipër të ndërhyjë te drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit për të liruar pronat e sekuestruara të babait të Suel Çelës, kapos së bandës Elbasanit. Është ai atje. Dhe ky që është sot drejtuesi i Spakut ka një detyrë, atë dosje që e mban të fshehur apo të fjetur, t'ja dhe emrin si doj, do duhet ta çojë përpara, sepse shqiptarët do duhet dinë se kush vjen në këtë foltore dhe bën teatr me ndarjen e pushteteve. Ndarje pushtetesh do të thotë ti mos ndërhysh prokurorit apo prokurisë për lehtësuar grupet kriminale. Dhe këtë se ka bërë ky krah. E ka bërë kryetari i grupit tuaj parlamentar. E sa për mos kuptimin ton të vendimit gjykatës kushtetuese, të t'jap leksione të drejtës kushtetuese Taulan Balla, është 2 herë fundi i botës. Po, një zëri 8-0, gjykata kushtetuese i ka thyrë hundët kryetarit tuaj dhe juve gjithë bashk që dilni studio dhe thonit që ministri nuk pezullohet sepse ka status barabart me deputetin. Dhe gjykata kushtetuese thot, paraprakisht, gjykata vlerësoi një zëri se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103 dhe 73 i kushtetutës. Në regjimin kushtetues të imunitetit të ministrit, ashtu sikurse të deputetit, nuk përfshihet garancia e parashikuar në nenin 242.2 e kodit procedurës penale, sipas cilës masa e pezullimit të ushtrimit të detyrës nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pra për 2 muaj ju keni mbajtur peng kërkesën e prokurisë për arrestimin e Belinda Ballukut me argumentin antikushtetues se Spaku ka shkelur ligjin që ka pezulluar zëvendës kryeministrën tuaj. Prandaj përpara se të vini dhe të shisni, dhe nuk ka asnjë vendim që t'i ka dhënë drejt kryeministrit. Asnjë vendim. 4 gjyqtar thot nuk përfshihen në imunitet nëse doni më Ta përfundoj fjalin. Nëse doni më shumë garanci për ministrat, ndryshoni kushtetutën, ndërsa 4 tjerë ka thënë që po lejohet pezullimi i ministrave, po kërkohet autorizim nga kuvendi. Këta të 4 do duhet na justifikojnë ku e bazojnë këtë në kushtetutë dhe po presim zbardhjen e vendimit. Por në asnjë rast gjykata kushtetuese nuk ka thënë nuk lejohet pezullimi i ministrit
kryeministrit apo zëvendës kryeministrit. Sa për autoritetet e tjera, ju a ka shpjeguar latinisht gabim Ulësiu, sepse antari i gjykatës kushtetuese, avokati i popullit dhe kryetari i kontrollit lartë shtetit, sipas kushtetutës në fuqi të Republikës Shqipërisë, lejohen të pezullohen nga detyra. Madje po të kishin status barabart me Belinda Ballukun, si të pandehur, sot që flasin do të ishin automatikisht pezulluar sipas kushtetutës Republikës Shqipërisë. Por ju doni kushtetutën e Republikës e mbarova. Kushtetutën e Republikës Korrupsionit. Ne flasim për kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Faleminderit. Zoti Tauland Balla. Është procedurë. Po e kishe procedurë ti. Ja. Po pa. E kishit fjalën për procedurë, zoti Bardhi. Dhe zoti Balla e ka fjalën për procedurë. Jo, e kam për replikë, zotëri. Okej, replikë. Zotria që foli prap e përsëris nuk e ka turp gënjeshtrën, shpifjen, se për të njëjtët njerëz nuk ka rezistuar dot që të akuzoj Flamur Nokën për të njëjtët njerëz. Nuk ka rezistuar dot e ke akuzuar sekretarin e përgjithshëm të partisë tënde që personat thirrin antarët e Partisë Demokratike të Elbasanit, të firmosin. Mbaje mend shtoje zotrote për babin e Zenit. E mban mend ti bërtet sepse ke vend shkarkim. Por ti e një avantazh i madh i imi për të bërë diferencën në këtë sallë se si duhet të drejtohet një grup parlamentar. Ta kam thënë dhe po ta përsëris. Je i vetmi kryetar grupi në histori që ka kallëzuar penalisht nën kryetarin e vetë grupit. Vetëm ti do mbahesh mend në këtë histori. E dyta është të di shumë mirë shumë gjëra, po ti kursej sot se do të deruaj për ditë tjetër, se mbaroj dhe koha dhe s'kam kohë të merr me ty. Me që përmend edhe Ulësiun, po ta kthen Ulësiu pjesën tjetër. Zoti Manja për replikë. Replikë ndaj zotit Bardhi, përmendi emrin. Tani, jo e përmende emrin ti dhe meriton një përgjigje se gjysmë të vërtetat janë shpeshherë gjëra që e fusin problemin në rrugë pa krye. Edhe pse nuk e kemi vendimin e gjykatës kushtetuese të arsyetuar, kemi një njoftim të shpallur nga gjykata kushtetuese dhe zoti Bardhi vjen keq se shkon deri aty ku t'intereson dhe i ve pikën fjalisë dhe nuk e lexon pjesën më poshtë. Sipas qëndrimit tjetër, ngjashëm me standardin e interpretimit pranuar nga gjykata në rastin e regjimit të imuniteteve, i cili duhet të jetë i ngushtë, i kufizuar, bazuar në vullnetin e kushtetut bërësit, në reformën e vitit 2012 për zvogëlimin e imunitetit, kushtetuta në formën e saj aktuale ka parashikuar autorizimin paraprak të kuvendit për masat procedurale penale të parashikuara shprehimisht në nenin 73.2 të saj. Pra, regjimi i imuniteteve është rregulluar në nenin 73.2 të kushtetutës dhe nuk thena gjë tre këtu. As shpikje. Në këtë dispozit, thot. Në këtë dispozit nuk parashikohet masa ndaluese e pezullimit të ushtrimit nga detyra. Sipas nenit, fal lutem, 242 të kodit procedurës penale, ndonse zbatimi i kësaj mase pa mundoson ushtrimin e funksioneve të ministrit dhe përpasoj ndërhyrjen në veprimtarinë e Këshillit të Ministrave. Pra është pranuar nga gjykata kushtetuese ata tuajt 4 që ju i mbroni, që ka një ndërhyrje në veprimtarinë e Këshillit të Ministrave dhe në kompetencat e kryeministrit. E thot, një sekond, në këndvështrim të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, ku është kërkesa jon për ndryshimin të nenit 242,
çështja e shtimit ose e balancimit të qimit mekanizmave balancues, ku përfshin edhe garanci të tilla i përket vlerësimit të ligjvënësit. Tani, ne kemi depozituar në kushtetuese, të lutem mos bërtit se fakti që bërtet nga vendi nuk t'jep drejt. Ne kemi vajtur në gjykatë kushtetuese dhe ju e dini shumë mirë për interpretimin e neni 103.3 të kushtetutës. Dhe jo të neni 73.2, se është elaboruar 73.2 me 10 vendimet gjykatës kushtetuese. Kemi vajtur nëse neni 103.3 e kushtetutës është në pajtim me neni 242 paragrafi 2 të kodit procedurës penale. Tani, kur të vi këtu nisma, ta bëjmë debatin kushtetues dhe juridik për ndryshimin ton, jemi gati t'ju përgjigjemi ju që pretendoni se ndryshimi jon është imunitet iluziv. Më kupton? Por, ama imunitet iluziv që ju po parashikoni ke neni 242 një imunitet që nuk e jep kushtetuta. Nuk shtrohet çështja e imuniteti, është rregullim procedurial. Dakord? Jo, është rregullim procedurial, jo zgjerimi një imuniteti kushtetues, jo imunitet i ri. Se konceptin e imunitetit bën pjesë. A ka të drejtën sot me kushtetut prokuroria të hetoj? Po. A ka të drejtën gjykata të caktoj masat sigurimit personal? Po. Ama pezullimi nga detyra nuk është mas sigurimi personal që lidhet me kufizimin apo egjen e lirisë. Po kaq kuptoni ju. Më kupton? Kaq kuptoni. Se e keni marru juridikun në kohëra tjera. Faleminderit zoti Manja. Zoti Bardhi, ju tërheq vëmendjen për ndryrjet disa herë në fjalën e tjerëve. Jo, nuk është puna e pranon se pranon se vendos ti. Vendos rregulloria në 64. Kam disa deputet që kanë kërkuar fjalën në procedurë. I pari është zoti Erion Braçe. Para se t'i jap fjalën, ju bëj një kujtesë. Fjala për procedurë nuk është diskutim politik, është fjalë për rendin e ditës, votimin, heqje, shtim rendin e ditës e tjera. Pra, ju lutem mos u mërzitni nëse do të shikoni që do të qëndroj strikt. Përndryshe nuk fillojmë dot. Janë mbi 10 deputet që kanë kërkuar fjalën në procedurë. Nuk dua ta paragjykoj, nëse janë procedurë të flasin të 10, nëse kanë fjalime politike të presin radhën gjatë diskutimit projekt ligjeve dhe ta mbajnë qëndrimin e tyre politik. Zoti Braça.